të qartë, linjat e financimit janë të parashikuara të stimulojnë produktivitetin, gjë që është një nga sfidat kryesore të ekonomisë tonë sot, dhe për këtë arsye përveç, siç thash, agropërpunimit, një tjetër linjë është industria përpunuese në tërësi, pastaj transporti dhe logjistika, pastaj teknologjia dhe ekonomia digjitale. Kemi shumë tani realitete që me financim mund të kalojnë në një nivel tjetër. Për shembull, po ju sjell thjesht jo juve që jeni këtu, se juve jeni të qartë, por mbase ata që na ndjekin ka nevojë të kenë ndonjë shembull konkret për të kuptuar horizontin e programit. Ka një realitet për shembull të jashtëzakonshëm në jugun e thellë të vendit tonë, ku një emigrant, një djalë i kthyer nga emigracioni, ka krijuar një shoqëri të çobanëve të rinj. Dihet shumë mirë se sa i kërkuar është ky zanat dhe se sa pak janë ata që kanë qenë dhe janë ende disponueshëm për të mbështetur rritjen e sektorit të blegtorisë, që është një nga sektorët më me risk. Dhe në ndërkohë, surpriza e këtij realiteti është se është krijuar një kompani me një numër jo të vogël të rinj, të gjithë nën 30 vjeç, që bëjnë çoban. Dhe që faktikisht vinë nga realitetet të ndryshme, por tek kjo kompani kanë gjetur mundësinë për të bërë para. Dhe kur unë e pyeta djalin se deri ku e shihte horizontin e kompanisë nga hyrpamja e numrit krerëve, ai tha edhe 100.000 krerë. Por natyrisht duhet financim. Tani, në këtë rast, është rasti tipik kur një realiteti të tillë i jep një injekcion që e çon menjëherë në një nivel tjetër, pasi në atë realitet nuk mungon dia, nuk mungon vullneti, nuk mungojnë forcat, pra kapitali njerëzor, por mungon financa. Një tjetër realitet shumë interesant është një realitet në një tjetër zonë të Shqipërisë, në zonën në qarkun e Firenës, në zonën e Lushnjës, ku ka një industri shumë të vogël, një ndërmarrje të vogël, që merret me prodhime kozmetike. Prodhime kozmetike të